Mjaftojnë vetëm disa lugë ushqim të fermentuar për zorë më të shëndetshme dhe tretje më të mirë. Tradita e lashtë e fermentimit sot njihet si një nga mënyrat më të thjeshta për zorë të shëndetshme dhe energji natyrale. Kur flasim për ushqime që njëkohësisht pasurojnë shijen e vakteve dhe përmirësojnë shëndetin, ushqimet e fermentuara dallohen si favorit i padiskutueshëm. Procesi i fermentimit, në të cilin bakteret dhe majat natyrale shpërbëjnë sheqernat dhe proteinat në acide organike dhe gazra, krijon produkte të pasura me probiotik, mikroorganizma të dobishëm që ushqejnë florën e zorëve. Rezultati janë ushqime me shije karakteristike, por edhe ndihmës të fuqishëm për tretjen, imunitetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Si e ndihmon ushqimi i fermentuar organizmin? Fermentimi në fakt funksionon si një lloj paratretjeje. Bakteret e dobishme shpërbëjnë një pjesë të proteinave dhe karbohidrateve, duke i bërë lëndët ushqyese më të disponueshme për trupin ton. Kjo e lehtëson tretjen, ndërsa probiotikët që marrin njëkohësisht mbështesin ekuilibrin në mikrobiotën e zorëve. Kjo mund të nënkuptojë tretje më të mirë, më pak fryrje, imunitet më të fortë dhe madje edhe efekte pozitive në humor. Konsumimi i rregullt i sasisë së vogël të ushqimeve të fermentuara sjell efektin më të madh. Nuk është e nevojshme shumë, vetëm disa lugë lakër turshi ose kimchi, apo një porcion tempe, mund të jenë më se të mjaftueshme që zorët të jenë mirënjohëse. Shembuj të ushqimeve të fermentuara. Kimchi. Pjatë koreane me lakër dhe rrepk, e erëzuar me hudhër, xhenxhefil dhe spec djegës. Është e pasur me probiotik dhe fibra, dhe përveç që përmirëson shëndetin e zorëve, i jep vakteve freski pikante. Lakra turshi. Një nga produktet tradicionale të fermentuara më të njohura tek ne. E thjesht, por fuqishëm ushqyese, përmban probiotik dhe vitamin C, ndërsa krokantësia dhe shija e saj e thartë kombinohen shkëlqyeshëm me shumë pjata. Tempe. I bërë nga kokrat e sojës së fermentuara, tempe është i pasur me proteina dhe fibra, ndërsa tekstura e tij e veçantë e bën një zëvendësues ideal për mishin në pjatat vegane. Ka një shije të lehtë arash dhe toke, që shfaqet më së miri kur piqet ose marinohet. Miso. Pastë japoneze e bërë nga soja dhe dritëra të fermentuara, e cila i jep pjatave një shije karakteristike umami. Mjafton një sasi e vogël për ta bërë supën, salcën ose marinadën më të pasur ushqyeshëm dhe me probiotik. Kastravecat e fermentuar, të vërtet, jo vetëm të uthulluar. Është e rëndësishme të dallohen kastravecat e fermentuar natyrshëm nga ata të ruajtur thjesht në uthull. Të parët janë të pasur me probiotik dhe janë ideal si grimcim ose si shtesë për sandviç dhe sallata. Traditë e vjetër, dobi e re. Fermentimi është një traditë e hershme që në ushqimin modern po fiton një kuptim të ri. Përfitimet e tij për zorët dhe imunitetin tashmë janë të konfirmuara, ndërsa zgjedhja e ushqimeve është e larmishme dhe e shijshme. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.